Mark Palnika, një artizian I shkëlqyer I kujtesës sonë historike. Mark Palnika është një nga ata studiues që punon në heshtje, por që me këmbguljen e tij ka rikthyer në dritë kapituj të tërë të historisë shqiptare. Gjurmuesi I pasionuar I biblioteka dhe arkivave perëndimore, ai ka kaluar vite duke lexuar dokumente të tërshme, duke transkriptuar e transliteruar, duke zbardhur relacione sekrete dhe duke I bërë të lehtësueshme për publikun e sotëm burime të rralla mbi Shqipërinë dhe Kosovën. I diplomuar dhe doktoruar në fushën e makinerisë, Palnika u bë I njohur gjërësisht në kontributin e tij në historiografi. Ai ka inventuar eksodin e parë të shqiptarëve drejt Italisë në vitin 1396, ka renditur kronologjikisht mbi 400 kryengritje shqiptare kundër perandorisë osmane dhe ka studiuar letërkëmbimin e Gjergj Kastriotit Skënderbeun me sultanët osman. Në një intervistë në programin Kultura në ABS, Palnika thekson se arkivat italiane dhe ato të Vatikanit ruajnë kujtesën e shkruar të shqiptarëve ndër shekuj. Vetëm në arkivat e Vatikanit gjenden miliona faqe dokumentash ku përmenden shqiptarët, përfshirë dëshmi mbi shkrimin shqip dhe hapjen e shkollave të para shqipe, që nga Letnica e Stubdës në vitin 1584 deri në Kurpin, Pultin dhe Shkodrën. Një vend veçantë në studimet e tij është roli I klerit katolik dhe urdharëve fetar në ruajtjen e gjuhës shqipe. Palnika sjell dokumente që dëshmojnë se predikimi fetar bëhej në shqip dhe se kolegjet shqiptare në Itali, sa I Loretos apo Fermos, u shndruan në qendra të formimit për dhjetra intelektualë shqiptar. Në Kolegjin Saverian të Shkodrës u shkollua dhe Fai Konica, një nga figurat kyçe të mendimit shqiptar modern. Studiuesi ka botuar mbi 50 punime shkencore dhe qindra artikuj, duke përfshirë libra si Skënderbeu, letërkëmbimi me sultanët, klerik adetar, relacione për gjendjen e Shqipërisë në shekullin e 17-18, kontributi I tij vlerësohet jo vetëm për faktin se sjell dokumenteve të reja, por edhe për interpretimet novatore që ndihmojnë në riformulimin e disa periudhave të historisë sonë. Në punën e tij kërkimore, Mark Palnika është nderuar si qytetar nderi I qytetit Fermos dhe ka marrë një vlerësim të posaçëm nga Papa Francesku për promovimin e identitetit dhe historisë shqiptare. Ajo që e dallon Palnikën është edhe sakrifica personale, shumicën e kërkimeve I financon vetë duke parë historinë si një investim për të ardhmen. Si shprehet ai vetë, njohja e kaluarës është themeli mbi të cilin ndërtohet identiteti kombëtar. Dhe në këtë mision, Mark Palnika mbetet një artizan I palodhur I kujtesës sonë historike kombëtare.